Programi Art dhe Zeje, i cili ka nisur nga zbatimi prej vitit 2022, synon të sjellë më shumë kreativitet dhe aftësi praktike për nxënësit duke i kthyer shkollat në qendra kreative dhe gjithëpërfshirëse. Rrjeti i shkollave në të cilat shtohet ky program është zgjeruar nga viti në vit me një pjesëmarrje të konsiderueshme të nxënësve të gjithë grup moshave që angazhohen me veprimtari jashtë orarit mësimor. Që prej këtyre institucioneve arsimore është edhe shkolla artistike Ajet Gjindole në Berat, ku nxënësit kanë zgjedhur tingujt e muzikës për të përcjellur urimet për festat e fundvitit. Ndërsa e cilësoi një ndër urimet më të bukura të fundvitit me programin Art dhe Zeje, kryeministri Edi Rama ndau video kartelinën e realizuar nga nxënësit e kësaj shkolle. Përmes programit Art dhe Zeje, nxënësit mësojnë duke krijuar dhe duke eksperimentuar, po ashtu dhe zbuluar botën në mënyra të reja. Nga arti që ushqen shpirtin, tek zejet që zhvillojnë aftësi praktike e për të vijuar me sportin që forcon trupin dhe mendjen, ky program synon po ashtu edhe zbulimin dhe nxitjen e talenteve të reja, duke inkurajuar kreativitetin në këto fusha.